Turqia parashikon një rajon të përcaktuar nga pajtimi jo nga konflikti. Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje të fuqishme për drejtësinë ndërkombëtare, pajtim rajonal dhe një rend botëror më gjithëpërfshirës, gjatë një fjalimi ku theksoi qëndrimin e vendosur diplomatik të Turqisë dhe kritikoi ashpër mosveprimin e perëndimit përballë krizave humanitare. Duke folur në edicionin e 4 të forumit të diplomacisë në Antalya të premten, Erdogan vuri në pa rëndësinë e dialogut përkundrejt konfliktit dhe të moralit përkundrejt kalkulimeve gjeopolitike. Edhe njerë shpallim se zgjedhim dialogun në vend të konfliktit dhe mendimin e përbashkët e ndërgjegjen globale në vend të polarizimit, tha ai, para liderëve global, diplomatëve dhe ekspertëve të politikave të mbledhur në një ngjarje të nivelit të lartë që mbahet në Antalya, dhe tema e saj është rimarrja e diplomacisë në një botë të fragmentuar. Erdogan përsëriti kritikat e tij të kahershme ndaj Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke rikujtuar shprehjen e tij të njohur "Bota është më e madhe se 5", duke ju referuar 5 anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, sepse njerëzimi është më i madh se 5, tha ai, duke argumentuar se strukturat aktuale të qeverisjes globale është e tejkaluar dhe nuk reflekton më aspiratat apo demografinë e botës moderne. Ankaraja ka qenë prej kohësh avokate për një sistem më të drejtë ndërkombëtar, ku vendet në zhvillim kanë më shumë zë. Presidenti turk bëri gjithashtu një deklaratë të fortë për praninë e qëndrueshme dhe udhëheqëse të Turqisë në rajon. Ne nuk jemi thjesht banor të kësaj gjeografie, ne jemi edhe zot të saj, u shpreh ai. Kemi qenë këtu për 1000 vjet dhe me dëshirën e Zotit do të qëndrojmë për shumë shekuj të tjerë. Komentet vinë ndërsa Turqia po riformëson politikën e jashtme, përfshirë normalizimin e marrëdhënieve, zgjerimin e ndikimit ekonomik dhe forcimin e rrjetit diplomatik në Kaukazin Jugor, Ballkan dhe Lindjen e Mesme. Erdogan foli për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara duke i lidhur ato me aspekte ekonomike dhe personale. Besoi se në mandatin e dytë të presidentit Trump, me kontributin e miqësisë son të ngushtë, marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara do të lulëzojnë në çdo fushë, deklaroi ai, duke dhënë një nga mbështetjet më të qarta për rikthimin e Trump në detyrë. Erdogan theksoi rëndësinë e objektivit të $100 miliardë në tregtinë dypalçe me Shtetet e Bashkuara. Presidenti turk kërkoi ringjalljen e procesit antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian. Turqia duhet të bëhet menjëherë anëtare me të drejtat plota e Bashkimit Evropian. Ne jemi gati dhe të vendosur për të avancuar procesin dhe presim hapa konkret nga Unioni. Ai nënvizoi gjithashtu rolin e shtuar të Ankaras në sigurinë e kontinentit evropian. Është bërë sërish të qartë se siguria e Europës nuk mund të konceptohet pa Turqinë. Erdogan foli dhe për zhvillimet në Siri pas ndryshimeve politike të fundit, duke theksuar rëndësinë e diplomacisë. Me revolucionin e 8 dhjetorit nuk mund të lejojmë që të humbas mundësia për një stabilitet të qëndrueshëm në Siri dhe në të gjithë rajonin, por ai paralajmëroi se vetë përmbajtja e Turqisë nuk duhet të keq kuptohet. Askush të mos keq interpretojë qasjen tonë paqësore. Përmbajtja jonë nuk duhet të ngjallë iluzione të rreme, theksoi ai. Erdogan shtoi se Turqia është në koordinim të ngushtë me fuqitë rajonale për të ruajtur integritetin territorial të Sirisë, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë. Në ruajtjen e integritetit territorial të Sirisë jemi në marrëdhënie dhe dialog të afërt me aktorët kyç rajonal, përfshirë Trump dhe Putin. Në deklaratat më të ashpra të fjalimit, Erdogan dënoi ofensivën ushtarake të Izraelit në Gaza, duke quajtur masakër dhe paralajmëroi se heshtja ndërkombëtare përbën bashkëfaqësi. Të heshtësh përballë masakrave të Izraelit është të jesh bashkëpërgjegjës në krim, tha ai. Sa kohë që terrori shtetëror i Izraelit në Gaza vazhdon, përpjekjet për anëpushim dështojnë dhe bombat bien mbi të pafajshmit. Paqja e qëndrueshme do të jetë e vështirë për t'u arritur. Erdogan përmbylli me një vizion për një rajon më paqësor dhe të begat. Ne duam të shohim një rajon ku mbizotron pajtimi në vend të konfliktit, mirëqenia në vend të gjakderdhjes, lotëve, dhimbjes dhe tensionit. Ne dëshirojmë ta lëmë një botë të tillë për fëmijët tanë, tha ai, duke vendosur politikën e jashtme të Turqisë në një kontekst ndërbrezëror.